Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Për gjërave të bukura që lexova sot pak më herët dhe doja të ndaj me ju është edhe ky artikull i cili flet për vlerën e shëndetit, me titull Një gur i vogël dhe një mësim i madh. Autori i këtij rrëfimit thot kështu: me 18 mars 2019, pas namazit të ikindis, po dilja nga xhamia i qetë, pa e ditur se një gur i vogël do ndryshonte gjithë jetën time. Një hap i paqëndrueshëm, një moment i pavëmendshëm dhe këmba ime u thye. Në spital, pas radiografisë, mjeku më tha me qetësi: këmbën do ta mbash në allçi, në gips për një muaj e gjysmë, ndoshta edhe 2. U trondita, si mund të ndodh kjo nga një gur kaq i vogël? Nuk rash, nuk më përplasi makina, thjesht një gur nën këmbë. Por ai qast i vogël u bë fillim i një zinxhiri të gjatë reflektimesh dhe mësimesh. Zbulova bekimet e padukshme që i kam në jetën time. Në ditët që pasuan, fillova të kuptoj për herë të parë sa shumë i detyrohem këmbëve të mia. Çdo hap, çdo lëvizje, çdo ecje që dikur ishte e zakonshme, tani është një betejë. Shkuaja në tualet u bën një mision që kërkon planifikim dhe guxim. Abdesti, falja, madje edhe qëndrimi, gjithçka kërkonte mund e përpjekje. Në mëngjesin e parë pas aksidentit rash në banjë. Ishte një rrëzim i frikshëm. Një hap më tutje mund të mos isha më këtu. Aty kuptova sa i brisht është njeriu dhe sa i madh është Zoti që na mbron në çdo çast. Aty kuptova rëndësinë e varësisë dhe përrullësisë. Nuk mund të qëndroja më vetëm. Kisha nevojë për ndihmë në çdo gjë. Familja ime nuk mund të dilte nga shtëpia pa menduar për mua. Tualeti dukej i largët, e kuzhina sa një kontinent tjetër. Aty ndjeva për herë të parë si ndihet një i moshuar, një i semur, një njeri që pret diket t'i jep dorën. Një gur i vogël në këmbën time ndaloi gjithë jetën time. Dora në mëngjes duke ecur mbi këmbët e mia, u ktheva në mbrëmje i mbajtur mbi supe nga miqtë e mi. E sprova bëhet mësim. Pas disa javësh ndjeva një dhimbje të fortë në pulpën e këmbës së dëmtuar. Në spital u diagnostifikuan piksja e gjakut, një ndërlikim që ndodh nga mungesa e lëvizjes. U desh të më shtronin në kujdes intenziv, një koll e thjesht shkaktoi frikën se piksja kishte prekur mushkërit. Aty, midis pajisjeve dhe tingujve të aparaturave, kuptova se jeta është fije e hollë, e varur mes frymës dhe mëshirës hyjnore. Në ato orë, mendja më mbushi me një mendim të vetëm. Sa i madh është bekimi i qenit mirë, e sa i madh është zakonisht jam mirë. Jeta në spital është një botë e heshtur. Në kujdes intenziv, shihja njerëz që jetonin ndërmjet jetës dhe vdekjes, fytyra të zbehta, sy që prisnin lajme, trupa që vareshin nga tela e aparate. Çdo shtrat mbante një histori, një ëndër të prishur, një shpresë të pashuar. Në spital kuptova se njerëzit ndahen në 2 botë: të semurët që presin të kthehen në jetën e tyre të zakonshme, dhe punonjësit e shëndetësisë, për të cilët sëmundja është vetëm një punë, një turn që mbaron me orar. Aty mësova dhe mshurinë e vërtetë, kur i ndjen në lëkurë dhimbjet e atyre që jetojnë me ilaçe e shiringa çdo ditë. Rimëkëmbja është rruga drejt mirënjohjes ndaj Zotit. Më në fund, lajmi i mirë. Piksja nuk ishte prekur mushkërit, por këmba ende ishte e thyer dhe mund të vijej sërish në allçi, në gips. Shërimi do zgjaste më shumë. Këmba më fryhej, muskujt shuheshin dhe trupi im po mësohej me dhimbje. Lexoja shpesh ajetin kuranor: njeriu është i dobët. Wa khuliqal insanu dhaifa. Por atë ditë e ndjeva vërtet në trup e në shpirt. Një plagë e vogël mund të hap një zinxhir dobësish të pafund. E këtu vjen radha të kuptojmë fjalën jam mirë. Në çdo fotografi të vjetër ku shihja veten duke ecur, më kujtohej madhështia e fjalës jam mirë. Dikur e merja si diçka të zakonshme, tani kuptoj se e zakonshme është mrekulli. Mos u mëso me begatin aq sa të harrosh që është begati.
Kështu e përjetova fjalën e Zotit, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dhe nëse ju përpiqeni të numëroni mirësitë e Allahut, nuk do t'i numëroni dot kurrë. Vërtet njeriu është i padrejt dhe është mos mirënjohës. E përfundojmë këtë rrëfim me falëndrim ndaj Zotit dhe lutje për shëndet. Kalova më shumë se 1 muaj gjysmë pa prekur balli në sejdë. Lutesha në shtrat, shpesh me lot, duke ndruar ditën kur do të falem sërish si dikur. E di që ky tregim do të prek nënën time. Ndoshta do të çaj kur ta lexoj, sepse shumë nga dhimbjet e mia I kam fshehur që të mos e mërzis atë. Por dua ta përmendoj me fjalët që më shoqëruan në çdo moment. O Zot, më jep shërim që nuk lë pas smundje. O Zot, më jep durim dhe më bëj mirënjohës për çdo hap që mund ta hedh në jetën time. Pra, ishte një artikull që doja ta ndaj me ju, artikull I cili flet për rëndësinë e shëndetit kur e kemi dhe keqardhjen e mos falendrimit për ato dhunti pasi që smuremi na. Andaj një gur I vogël e bëri një zinxhir të smundjeve që u desht me muj ai me ndet I shtrirë dhe me kuptu se çdo gjymtyr që e kemi, çdo organ që e kemi, çdo gjë që na rrethakon është mirësi e madhe nga Allahu, për cilën mirësi ne vazhdimisht atë duhet ta falënderojmë. Të mos harrojmë se dhuntit që Allahu na jep neve janë pa kufi. Por ne mësohemi me to dhe nuk I llogarisim dobi e mirësi e begati e dhunti. Andaj Allahu I madhërisëm Kureshitëve ja përkujtoi dhuntit e shumta, kur tha li ilafi Quraysh, ishin të mësuar në dhunti Kureshitët, ilafihim rihlet e shita'i was sajf, ishin të mësuar në udhëtimet e tyre gjatë verës dhe dimrit. Do thot, ata I kishin mirësitë e Zotit, ishin mësuar në to dhe I dukeshin se janë të rëndomta të zakonshme. Realisht ishin nga Allahu Dhul Jalal. Andaj li ilafi Quraysh, ilafihim rihlet e shita'i was sajf, falyabudu rabb hadha al-bayt. Andaj këta njerëz si mirënjohje për këto të mira Zotit, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie, e Ka'bës. Falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'. Ai I cili u dha ushqim dhe nuk I la të uritur, wa amanahum min al-khawf, dhe u dha siguri dhe u largoi frikën. Andaj krejt ne sot që kemi çka me hangër edhe me pi dhe kemi siguri aty ku jetojmë ne, këto të mirat Zotit, shëndetin që e kemi, ushqimin që e kemi, kulmin mbi kokë që e kemi, familjen që e kemi, frymarrjen që e marrim, do thot sigurinë që e kemi, lëvizjen e lirë që e kemi, mjetet për lëvizje që e kemi, këto janë dhunti që ne harrojmë se janë dhunti dhe për to nuk e falënderojmë Allahun xhelal. Andaj ta falënderojmë Allahun me gjuhë, ta falënderojmë Allahun me zemër dhe ta falënderojmë Allahun me gjymtyr, duke adhuruar atë dhe vetëm atë, dhe duke falëndruar atë dhe vetëm atë, duke shprehur mirënjohje atij dhe vetëm atij, dhe duke e kuptuar mangësinë e falëndrimit ton vazhdimisht në jetën tonë. Allahu na dhë shëndet dhe mos na sprovoft me sprova të mëdha që ne nuk mund t'i bëjmë ballë atyre. Allah e shërof çdo smur dhe e bëft këtë tregim mësim dhe porosi për neve që jemi të shëndosh. Zoti shpëleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.